Tema javës edhe këtë herë ka të bëjë me Gjestin dhe me krejt problemet që ai ka pas së fundmi me Onima. Emri i tij po vazhdon të jetë një ndër emrat më të spikatur në Riyadh. Ai nuk po gjen dot rahati me problemet e karrierës së kaluar. Nëse flasim për Onima, ata duket se nuk po lëshojnë pe, derisa ta dëmtojnë artistin që dikur janë krenuar me sukseset e tij. Përplasja mes kompanisë muzikore dhe artistit Besart Kelmendi i njohur si Gjesti po vijojnë të tensionohen. Ndërsa drejtuesi i kompanisë Erkand Shabani ka reaguar publikisht përmes disa postimeve në Riyadh, duke bërë të ditur se ka dorëzuar pranë organeve të rëndit disa fakte të reja që sipas tij lidhen drejt për drejt me këtë çështje. Të hënën që lan pas, Besart Kelmendi ka dërguar në prokurori provat dhe dëshmitë që sipas tij dhe avokatit do të tentojnë ta zbardhin këtë rast. Ama nëse përmendet marrëveshja që fituesi edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania ka pas me kompaninë në fjalë, ajo kontratë sipas Gjestit ka qenë pa dijeninë e tij. Shikoni postimin e reperit nga Peja ku ka paralajmëruar pa dije. Por çka ndodhi më tutje me këtë ngjarje? Sot kena bo një kallëzim penal ndaj kompanisë Onimes, edhe kur gjo s'po lypën ma shumë, as ma pak, thjesht veç drejtën temë edhe më koni lirë. Kur gjo veç paret e mia thjesht. Në anën tjetër, pronari Onima pretendon se ekzistojnë video e madje ande me zë që dëshmojnë dhunën dhe dëmet materiale që Gjesti ka shkaktuar në zyrën e tyre. Në të njëjtën kohë, Shabani ka akuzuar edhe disa artistë që kanë qenë pjesë një fushate publike që sipas tij e kanë nxit arsyetimin e dhunës e kanë shpërndar informacione të pavërteta në publik. Në këtë reagim që po shihni tani, ai përmend disa emra të njohur të skenës muzikore me syre: Zanfinën, Tajnën, Yll Limani, Vesa Luma, Gjeneta, Gjibani, Oriola Marashi dhe Besa Kogdhima. Ajo që bie në sy është padyshim për kraja e madhe që Kelmendi po pranon nga fansat dhe këtë dëshmojnë edhe ndjekësit të shumë që ka pasur rritje në Instagram. Por një gjë që ka premtuar Gjesti është pikërisht prodhimi i projekteve të reja, qoftë edhe nga TikTok dhe Instagram, por ai nuk do t'ju mungoj gjatë fansave të tij e deri atëherë shumë suksese për të.